Ndërkohë, para se të kaloj te zoti Vasili, do doja të kisha kolegun Fation Gjinaj, rrethimi duket edhe më i gjerë se ai protestës së shkuar të enten para kuvendit. Fation, ç'po ndodh, cilat janë plani i masave të policisë së shtetit dhe numrat e qytetarëve në këtë mëngjes të vranë të Tiranës? Të përshëndes, Flavio, nga rruga George Bush përpara godinës dhe selisë qendrore të Parlamentit Shqiptar, ku zhvillohen seanca plenare në orën 10:00 pritet të nisë një seancë e cila të paktën në agjendan e saj paraprake nuk ka ndonjë aktivitet të ngjeshur dhe pritet të përfundojë shpejt, pavarësisht se ka zëra ndonse jo të konfirmuar zyrtarisht se grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka kërkuar mbajtjen e një seance tjetër me rend ditës përkatës në orën 3 të pasditës, ndërkohë që tashmë është vendosur kordoni policor prej rreth 60 minutash në pjesën qendrore të rrugës që lidh nëntkashët me rrugën e Elbasanit në afërsi të qendrës Toptani, ndërkohë që perimetra siguria janë vendosur sikurse edhe në seancën e rreth një jave të shkuar ku pati masa shtesë policore dhe Tirana u kthye në shtet rrethim. Ndërkohë që pengesa me gardë metalike dhe punonjës policie janë vendosur në të gjitha akset hyrëse në parlament, përfshirë rrugën e Elbasanit, pjesën e Kalas, midis zonës historike të Tiranës dhe Toptanit, tek Ministria e Brendshme e tjerë me radhë si një mas për të mos lejuar edhe takimin apo përballjen e qytetarëve me parlamentarët dhe ministrat. Ndërkohë që në sheshin Skënderbej ka nisur grumbullimi i qytetarëve që pritet nga minuti në minutë të nisë marshimi për të ardhur pjesa kryesore e tyre në vendin ku ne po raportojmë aktualisht, ndërkohë që një pjesë tjetër do të ndahen në grupe të ndryshme përfshirë rrugën e Elbasanit dhe Ministrinë e Brendshme dhe zonën e pedonales në çdo hyrje apo dalje për të përballur me deputetët, pavarësisht se gardi i policor dhe metalik është i një perimetri të gjerë dhe është marrë çdo mas me ndoshta mbi 1000 efektiv sot të angazhuar në Tiranë për të penguar qytetarët që t'i afrohen godinës së parlamentit. Javën e shkuar u shoqërua me incidente dhe përplasje, pati edhe arrestime. Sot pritet të dalin para gjykatës 2 prej qytetarëve të arrestuar për shkak të përplasjeve me policinë, ndonse u konsideruar si një sjellje jo proporcionale e policisë, ku pak ditë më parë hodhi edhe ujë pa limit, por edhe lëndë që u konsideruan si spray me piper, por që ministri i Brendshëm theksoi se ishte një lëndë e autorizuar për zhvillimin e protestave, pavarësisht se efektet anësore ishin shumë të rënda. Deri tani situata është e qetë këtu, kanë nikur për momentin rreshjet e shiut dhe duket në sfond sikur ka dalë dielli, presim ardhjen e protestuesve, qytetarëve, të cilët i bashkohen për disa të herë thirrjes organizatorëve të protestës në ditën e 58 të saj që nga 31 maj i këtij viti në Tiranë, ku pati edhe njoftime në fakt komunikime që mund të kishte një organizim në rrethe të fermerëve, përmesëtorëve të tyre apo pajisjeve bujqësore, por më sa duket edhe presioni e ka bërë të vetin dhe ende nuk ka sinjalizime apo indicie të tilla, por protesta do të vijojë derisa të zgjasin edhe punimet e parlamentit. Kemi parë skena të goditjes së deputetëve me vezë dhe me miell apo domate, e pikërisht mbi këto veprime janë ndërmarrë edhe masa policore, përfshirë arrestime dhe shoqërime të dhunshme, duke i tërhequr qytetarët në numër masiv zvarr. Javën e kaluar pati mbi 32 qytetarë të shoqëruar, por pjesa dormuese u liruan dhe u proceduan penalisht, ndërkohë që 2 të tjerë mbahen ende në paraburgim dhe pritet të dalin para gjykatës për masat e sigurisë. Dakor, faleminderit Fation, do të rilidhemi sërish kur të ketë lëvizje në shesh. Falenderojmë kolegun ton Fation Gjinaj. Spostohemi për ta mbyllur tek Petrit Vasili. Po zoti Vasili, ky raport fam keq, i shumë pritur, historie e dashurisë më problematike të gjitha kohërave shqiptare dhe drejtësia. Ja, tash desha të jem shumë sintetik për edhe pse bëkoha nuk në lejon. Tani problemi është ti bëre pyetjen, spaku është me sheshin apo me pushtetin. Përgjigja shumë e qartë. Spaku është me pushtetin. Analiza shumë e thjeshtë, 58 ditë proteste, çfarë na jetë, na tregon. Në këto 58 ditë, kur priteshin goditjet më të rëndësishme, më të forta, pasi faktet janë sheshit dhe më të rënda, spaku është paralizuar totalisht, sepse është shumë e qartë që çdo goditje në këtë kohë do pstonte edhe më radh
dhe do ta fuqizonte edhe më revoltin qytetare. Pra, çfarë ndodh? Ndodh pikërisht ajo që ne kemi thënë shumë shpesh, ti na ke dhënë mundësi ta themi studion tonë, kemi bëjmë me një SPAK që funksionon me regji. Sepse Artani tha që parë që një SPAK që apo të tjerë të mbingarkuar me çështje, edhe këtu ka një regji, sepse çështjet mëdha themelore, shumë të rënda, që implikojnë dëme, miliarda euro, etj., nuk përreken, bëjnë sikur hetojnë, ndërkohë që bëjnë sikur mbushen me sa çështje tjera, edhe banalitete, ju i keni parë lloje, të cilat sigurisht mund të selektivizohesh në raport me interesin e madh publik, por duke pasur përdorur sebepin e mbigarkesës, është pikërisht për t'i dhënë gjithë kohën e mundur në mënyrë që edhe provat të rregullohen, të zhduken, të bëhen, në mënyrë që qeveria, pra Edi Rama rreth fart mos preket. Në shesh ka ndodhur, po dhe më përpara ka ndodhur që të bëhet gjithmonë një pyetje. Përse nuk procedohet penalisht Edi Rama për vepra të cilat i ka kryer në mënyrë individuale, bonusit 8% i incineratorëve, me Gonikani, me Beketi, me Ekoparkun Durrës, etj. Pa fund. Çfarë i ban? Sa aktiv dhe sa të zellë shumë u treguan për të izoluar një vit e sa Berisha dhe ndërkohë të kryenin rrëmbimin më të tmerrshëm mafios që kanë ndodhur dhe mbajtjen kriminale. Ja, në thyrje të çdo ligje dhe të çdo kodi që ekziston në Shqipëri të presidentit Meta, pra është shumë i qartë që zgjedhjen SPAK-u i ka bërë, është me pushtetin, nuk është me shtetin. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur sepse e gjithë reforma u kap nga Edi Rama me ndihmën edhe të opozitës së kalbur të Lulzim Bashës e tjerë, dhe me ndihmën e një trufe ndërkombëtare të korruptuar që në fillimet e reformës. Do të them vetëm një fakt fundit, për të sepse e di që kohë s'kemi shumë. Ju kujtoni dhe shqiptarët kujtojnë një betejë që unë kam bërë lidhur në operacionin ndërkombëtar të monitorimit, që do të ishte garanti institucionale ndërkombëtar i reformës, që ishte shënuar dhe në kushtetutë. Dhe mbani mend që atëherë marrëveshjen për këtë çështje e firmosi Engjëll Dagaçi, ndërkohë që duhet ishte atributi i parlamentit shqiptar. Pra që në fillim, kyçet e reformës u kapën nga ajo zyra e famshme tash, nga i shteti që nuk është më shtet, por është zyra e Tiranës, dhe sigurisht që SPAK-u është bërë pengu në seri, pengu i madh është Edi Rama i narkotrafikut dhe pengu i Ramës është SPAK-u. Dhe në këtë mënyrë është shumë i qartë që iluzioni se drejtësia bën punën e vet, iluzioni se ajo do ta kryejë këtë gjë, është thjesht një iluzion, sepse siç kemi parë, dhe kjo është konsiderata e fundit do të bëja, një SPAK agresive keni parë ju, rrëmben me presidentin Meta, izolon Berishën, po druhet, thot kemi çuar një kërkesë për jashtë, po përgatitemi të çojmë një kërkesë të dytë për Ballukun, po kemi ca probleme, po krimi zgjedhor nuk pam në fakte për krimin zgjedhor. Ne kemi arrestuar akoma drejtoreshën e postës. Me drejtoreshën e postës. Po, më fal, jo dhe një tjetër. Ju keni këtu është denoncuar në televizionin tuaj. U denoncuar me video ajo Roscovetit. Për presion zgjedhore të gjithë. Ato je pa faqe. Po, prandaj që të kemi, po pra që të kemi iluzione për këtë gjë dhe mos ne kemi denoncuar Zeqinen kur ishte drejtoresh i MT-je, po edhe ajo të më falësh që e harrova. Ja ka shumë që kam të drejtë harrova. Që kemi hajmalin shumë e mirë. Janë ca njerëz parë shumë. Dua të them që në këtë pikë është fare e qartë që ky është një instrument në funksion të asaj zyrës të krye mafiosit të Tiranës. E kuptoj. Hoxha, faleminderit. Ndoshta ky është kurioziteti i fundit që kam, po edhe ai më vendimtari. Në këtë garë me kohën, a e fiton dot garën Sheshi dhe mbi të gjitha, a ka një garë tjetër për mënyrën se si duhet vazhdoj qëndrimi në shesh ndaj Ramës? Pra, duhet ketë e shihni ecurin drejt një përshkallëzimi, se domethënë ishte thënë që çdo lloj përplasje do i trëmte njerëzit, por numrat në pasdite e kundërshtojnë këtë, duket sikur janë një lloj suporti për në thonjza dhunën e paradites. Arsyet atyre mbankësive të mëdha që numërova më bëjnë të besoj
që rrënjët e kësaj proteste nuk mund të kalben dhe protesta do duhet të vijojë sepse ka arsye të qëndësishme. Ajo që kam menduar që në ditët e para të kësaj proteste dhe që edhe kam shprehur dhe kam shkruar mediatikisht. Kemi vështirësi të vogël për koment. Po, zoti Hoxha, edhe një ju lutem, se patëm një shkëputje. Pra, që në fillimet e ditët e para të kësaj proteste, kam shkruar dhe kam thënë që pritshmëria se ky proces politik do të jetë një sprint i shpejt me rezultat dorëzimin e Edi Ramës, është iluzion. E kam thënë dhe kam sugjeruar që do të jetë maraton, ndaj përgatituni për një maraton. Dhe pra kjo protestë detyrimisht duhet shndruar në një lëvizje dhe si një lëvizje permanente do duhet të dhe zimit nga proceset afatshkurtra që mendoheshin në fillim për një pjesë të madhe të vetë protestuesve dhe koordinatorëve të tyre. Unë pres që gradualisht ata që janë faktori, si thua, lehtësues dhe koordinues i këtyre protestave adoptojnë në forma paqësuese të gjithë rrymave të protestës, qofshin këto ekzekutive të vendimeve që merren nga përfaqësuesit, për të bërë të mundur që aksionet e tyre të jenë dhe më të larmishme se sa protesta e përmbrëmshme dhe protesta para parlamentit, apo dhe protesta në rrjetet sociale, ku janë shumë të suksesshëm, por të marrë dhe forma të tjera organizative, sepse përballja me regjimin e Edi Ramës është një përballje e gjatë, nuk është një përballje e shkurtër, dhe në këtë përballje protesta do Do të ketë edhe një vështirësi teknike në këto qaste, edhe rrethanat janë pak të vështira, ndërkohë shoh numri i qytetarëve, edhe pse ende nuk ka filluar seanca, është shtuar në mënyrë të konsiderueshme, por kemi edhe këndë të ndryshme. Kjo është hyrja nga rruga Elbasanit për rrugën George W. Bush. Ndërkohë, kjo është pjesa nga qendra Toptani. Më lejoni të falenderoj zotin Hoxha dhe zotin Vasili për kohën e tyre, edhe pse do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë Artan Hoxha, faleminderit shumë Petrit Vasili. Faleminderit. Përshëndesim miqtan, ndërkohë të doja të kisha sërish në këto çaste kolegët tanë të redaksisë